Në momente kur Aleanca për shqiptarët të drejtuar nga Arben Taravari në vazhdimsi shprehet e gatshme për bashkëpunim me të gjitha partitë për kandidatët për kryetar komunash në zgjedhje lokale, pra duke mos e përjashtuar as BDI-n, një zyrtar i ASH-s zëvendës kryeministri Arben Fetai po shprehet ndryshe. Në një status në Facebook ai shpreh besimin se ASH do të gjejë mënyrë për të çliruar komunat shqiptare nga BDI-ja. Unë besoj se Aleanca për shqiptarët do të mbetet besnike ndaj rrugës së saj, rrugës së arbrit, të dinjitetit dhe guximit, dhe besoj se me vullnet të ndërsjell mund të gjejmë formulën për të çliruar çdo komunë shqiptare nga keqeverisja e BDI-s. Ky është misioni ynë. Sulmet dhe goditjet në mbres nuk i kontribojnë këtij misioni. Për këtë mision do të vazhdoj të luftoj pa isharat atë të cilët e sollën ndryshimin, pa u përkulur. Tani, Arben Fetai është prapa Arben Taravarit apo është duke zgjedhur një rrugë tjetër? Deri në këtë momente që flasim, unë si sekretar general të paktën kam informuar që zotri Fetai është zëvendës kryeministri votuar nga Kuvendi i Aleancës për shqiptarët dhe ai vazhdon të bashkërendisë aktivitetet tona. Çdo mendim ndryshe është mendim për cilën ne nuk e kemi një të instalojmë çështjen e diktaturës dhe të ndalojmë paraqitjen, sidomos në rrjetet sociale personale. Sekretari gjeneral i ASH-s shtoi se mendon se Arben Fetai është në një vijim me ASH-n, e cila sipas tij në asnjë moment nuk është pajtuar me parregullsitë e pushtetit të kaluar, përkundrazi i kanë kritikuar. Mirë, po tani jemi në momentum 3. Ne jemi pjesë e qeverisë dhe kemi marrë përgjegjësi. Më shumë nga ne qytetarët presim punë praktike se sa kritika. Po Bilal Kasami thotë se ASH-ja në qeveri nuk e ka gjatë. Arben Taravari vazhdon të jetë ministër. Do e shohim deri kur, edhe tani ditë. E qëndrimet e Arben Fetait në Vlen po i shohin si një zë ndryshe nga veprimet e Arben Taravarit. Ne urojmë që ky zë ndryshe në Aleancë të jetë i fuqishëm dhe sigurisht edhe një herë ne do të dëshironim që edhe më tutje Aleanca për shqiptarët të jetë pjesë e koalicionit të Vlen, pjesë e qeverisë, por në asnjë moment me element të cilët kanë bashkëpunuar dhe vazhdojnë të bashkëpunojnë me Ali Ahmetin dhe BDI-n. Në mbledhjen e fundit të kryesisë së ASH-s, Arben Fetai është autorizuar nga partia që të gjejë një modus së bashkëpunimi me Vlenin pa përfshirë listat për kandidatët për këshilltar komunal, tregoi në Daily Click sekretari i përgjithshëm i ASH-s Blerand Ramadani. ASH pret që në mbledhjen e ardhshme Fetai t'i brifoj se si kanë shkuar komunikimet dhe nëse kanë ndonjë mundësi për përkraje të ndërsjellët për kryetar komunash.